Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e njëjtë 17 prill 2025. Dashi. Ka të ngjarë që dikush të ketë diçka për të thënë për ju, por mos mbani inat. Në dashuri, shmangni gjithmonë të menduarit për të kaluarën, vetëm sepse keni frikë të ktheheni në lojë, risi. Demi. Veproni më shumë vendosmëri, tani nuk duhet të humbisni mundësinë për t'u rikthyer në lojë, ditë me forcë të madhe. Jeni në harmoni me veten dhe nuk do keni vështirësi në jetën tuaj në lidhje. Nëse ka pasur një tradhti në dashuri, më e keqja ka mbaruar, por nuk ka më entuziazëm se më parë. Binjakët. Ditë nervoze sepse çdo herë duhet të provoni se çfarë vleni. Pasigurit në dashuri, jini më pajtues në shtëpi. Nervozizëm sepse nuk e merrni atë që dëshironi. Lodhje. Gaforja. Lajmet mund të vinë brenda pak javësh, kjo ditë nuk është maksimumi i stabilitetit, nëse ka pasur një krizë apo një diskutim dashurie, mos e kujtoni. Luani. Një ditë të shkëlqyer për nisma të reja, por edhe për takime të reja dashurie. Kjo ditë sjell këshilla. Virgjëresha. Ju ktheheni përsëri si fitues, nëse keni bërë një zgjedhje drastike në të kaluarën, mund të mendoni përsëri. Kushdo që ka neglizhuar një histori dashurie tani kthehet për t'i bërë gjërat në rregull. Peshorja. Mbani qetësinë tuaj, por keni kujdes nga një njeri që mund t'ju bëjë të nervozoheni. Në dashuri, gjërat mund të lindin ose edhe të përfundojnë pa pritmas. Akrepi. Është koha e duhur për të treguar se çfarë vleni në vendin e punës dhe më gjerë. Dashuria në shërim të madh. Nëse ju pëlqen një njeri, mos e shtyni një takim. Surprizat po vinë, ju jeni rikthyer si protagonist i skenës sentimentale. Shigjetari. Ndiheni të paqëndrueshëm, ka nga ata që duan të ndryshojnë punë, zyra apo udhëtime. Dita në përgjithësi shumë e menduar. Britqapi. Disa lajme janë të mundshme, duhet të shihni një njeri për të sqaruar një çështje biznesi apo financiare. Dashuria e pasigurt, edhe disa do të thonë mjaft. Programet e reja. Ujori. Më duhet t'ju paralajmëroj për disa momente hezitimi, edhe disa çaste tensioni të fortë, por është normale duke qenë se në këtë periudhë po revolucionarizoni gjithçka. Peshqit. Ndiheni më të motivuar dhe gati për të jetuar në paqe mes të tjerëve. Nëse kohët e fundit keni zyrtarizuar një histori dashurie, nuk mungojnë projektet e mëdha të së ardhmes që përfshin fëmijët dhe shtëpinë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.